Shikues të nderuar, jam Emina Çërmulli, jeni duke shikuar Alba Live. Më 9 qershor 2012, u mbajt pikniku tradicional i organizuar nga shoqata shqiptaro-amerikane Ana e Malit me seli në New York. Megjithse moti ishte me shi, sidomos gjatë kohës së paradites, kjo nuk ishte pengesë që një pjesë e konsiderueshme e komunitetit shqiptar nga New Yorku merrethe të mblidhen dhe të kalojnë një kohë të bukur së bashku, të çmallen mes veti dhe të sjellin kujtimet e tyre nga vendlindja. Ajo që e karakterizon çdo piknik, si në të kaluarën, po ashtu dhe në piknikun e këtij viti, janë organizimi i garave sportive. U mbajtën turne në futboll të vogël, për të rritur dhe për fëmijë, volejboll, basketboll, shah, hedhjen e gurit dhe tërheqjen e litarit. Në futboll të vogël konkuruan 5 ekipe: Sukubina, Krytha, Milla, Katërkolla, Selita dhe Klezna. Përmes një gare tepër konkurruese, vendin e parë e mori ekipi Krythës, kurse vendin e dytë ekipi i Sukubinës, i cili ishte edhe mbrojtësi i titullit të kampionit nga viti i kaluar. Lojtari më i mirë u shpall Bledar Kovaçi i ekipit të Sukubinës, kurse golshënuesi më i mirë Elvedin Rexhepi i ekipit të Kruthës. Në volejboll, fitoi ekipi Jersey Albanians, shqiptarët nga New Jersey, në shah fitues u shpall zoti Sabri Gjoni, kurse në tërheqjen e litarit Suat Gjeka. Piknikun e vizitoi dhe aktivisti i komunitetit shqiptaro-amerikan Mark Gjonaj, kandidat për në Asamblen e Shtetit të New Yorkut. Vlen të përmendet puna e mire e Këshillit Organizativ të shoqatës lidhur me organizimin dhe mbarvajtjen e piknikut. Sponsorët e dhuratave shpërblyese për ekipet fituese, si dhe për fëmijët pjesëmarrës, ishtin ndërmarrja Target Construction me pronarët Alban Krasniqi dhe Albert Salaj. Reportazhi u përgatit nga bashkëpunëtori i televizionit Alba Live, zoti Xheladin Zeneli. Solli për ju, Kozeta Zylo, New York.